Sjellën një lajm të fundit që bëhet fjalë për një plagosje me armë zjarri e cila ka ndodhur sot rreth orës 22 në rrugën Driton Islami në Ferizaj, ku sipas informatave të para të policisë, dyshohet se janë plagosur 2 persona, të cilët janë një femër rreth 24 vjeçe dhe një mashkull rreth 32 vjeç, e të cilët janë dërguar në qendrën emergjente në Ferizaj për trajtim mjekësor. I plagosuri mashkull, pasi ka marrë ndihmën e parë mjekësore në Ferizaj, është transportuar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë për trajtim të mëtej mjekësor. Ndërkohë që në vendin e ngjarjes tashmë ka ndalë njësitë policore të rendit, hetuesit e stacionit si dhe hetuesit dhe krimteknikët të sektorit rajonal të hetimeve, të cilët janë duke kryer ekzaminimin e vendit të ngjarjes dhe janë duke punuar sigurisht intensivisht për të sqaruar rrethanat që kanë çuar deri te kjo plagosje. Për gjitha këto veprime policore është njoftuar edhe prokurori i shtetit, derisa tashmë një ekip i Klan Kosovës është nisur edhe në vend të ngjarjes për të sjellë sigurisht të gjitha zhvillimet e fundit lidhur me këtë ngjarje krejt të fundit për këtë plagosje që ka ndodhur në orët e fundit në qytetin e Ferizajt. Do të flasim pak për çështje diplomacisë, por do të flasim sigurisht edhe për një mesazh të presidentit amerikan Donald Trump dhe të Shtetit Bashkuara të Amerikës që është dhënë dje në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së